një mënyrë e re për të lëvizur në Prishtinë. Trafiku po na merr kohën, nervat dhe parat, deri në 80 minuta në ditë dhe 200 euro në muaj për shumë qytetarë. E Prishtina po mbetet prapa në zgjidhjet moderne të lëvizjes me 2 rrota. Por ka një alternativë të re. Ventorën nga Automita po sjell një mënyrë më të shpejtë, më të pastër dhe më të lirë për të lëvizur. Hajde t'i shikojmë bashkë. Na jemi pjesë e Prishtinës, jemi kompani nga Prishtina dhe kemi pasur të domosdoshme me trajtu një problem që komuniteti i Prishtinës e ka. Ai problem është trafiku, besoj që këtë pajtohemi që trafiku na e ka bu jetën më të vështirë, na e ka bu me dash Prishtinën më pak, na e ka bu mu dash të mu pa më pak njëri me tjetrin. Prandaj është koha Prishtina që është pioner për shumë sene të tjera me bu pioner edhe në mobilitetin me 2 rrota, pra me njerëzit me lëvizje dhe me skutera, jo veç me kere. Llogaritet që statistikat në Evropë thonë që për një rrugë në komunikacion që një kerr i bën 6 minuta, një motor i bën 10 minuta. Prandaj e kemi kohën me përqafu motorin si pjesë të trafikut në Prishtinë. Që kjo është arsyeja pse mi mbledh. Ndërsa e kemi kriju një ofertë që nuk është e pame në Evropë deri sot. Për herë të parë në Kosovë dhe Evropë, qytetarët kanë mujtë me bleni motor me hiç më pak se 58 euro në muaj, e në anën tjetër, bashkëpunëtorëve tonë hibit kanë me pas 1 vjet gratis benzinën. Pra ti kudo që është hip nalesh e mush benzinën edhe vazhdon rrugën 1 vjet s'kemi pagu benzinë, 1 vjet s'kemi pagu parking, edhe në fundit 1 vjet s'kemi pagu as s'kemi marr as leje as kurrë se kjo gratë me leje b. Kështu që kjo është kana me prezantuar sot për qytetarët e Prishtinës, këtë kjo për 1,80 euro në ditë. Po pikës parë është puna e kaosit komunikacionit, na e dim, Prishtinën jem të urnu. Është shumë e lehtëson komunikacionin, kem parkinge ka të shkoj me to. Nuk e bojmë të lovi komunikacionin, kështu që i bojmë thirrje sa më shumë qytetarë pa isën me Vespa. Normale, kurson edhe xhepin, pak e ka një kosto në fillim kur të blejsh pak më të madhe, po tash fal mitës, Automitës, Ventoro Motors, i cili ka mundsu edhe pagesat me kërste, shpresoj që ka më kanë më letër.